نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falënderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun xhelle xhelalu. Atë falenderojmë për tij falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin e Zotit Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamatli, fillimisht e lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu që Allahu agjerimet tona të këtij muaji të begat që kaloi gjysma e tij, Allahu t'i pranon prej neve, e pjesa që na ka mbet, Allahu t'na jep shëndet dhe vullnet për të vazhduar me punë të mira, me punë të cilat na ofrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Ne do të vazhdojmë me lejen e Zotit xhelle xhelalu në ngjarjen e Musait alayhi salatu wassalam, pasi që përfunduam me 3 takimet e Musës alayhi salatu wassalam dhe Firaunit, ku u taku një herë dhe bisedoi me ta dhe ja paraqiti argumentet, pastaj u takua për zdytin në pallat, pastaj u takua edhe për të tretën herë me 80.000 sihirbaz, me 80.000 magjistar, dhe gjithashtu të gjithë përfunduan prej sihirbazëve besimtar, ndërkohë që faraoni me shtetin e vet edhe ministrat e vet vazhduan në arrogancën e tyre edhe vazhduan në tiraninë dhe zullumin e tyre. Tani, pasi që Firaunit i dalin prej dore sihirbazët e vet, 3.000 herën e parë edhe 80.000 herën e dytë, 83.000 sihirbaz e pranojnë islamin dhe i dorëzohen Allahu subhanahu wa taala. Çka ndodh? Firauni çka ju thot? Fasawfa ta'lamun. Do ta shihni çka ju baj. Çka ju ka bëu? La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Ka thon do t'ua prej duart e juve edhe kam të juve në kundërstim. Pra një po, një jo, një kam, një dorë. Thumma la usallibannakum ajma'in, pastaj do t'ju gozhdoj në kryq. Pra do t'ju përbuz dhe do t'ju shëmtoj në gozhd dhe në drum. Andaj i merr në ditën e nxehtë. Edhe sikur që ka thënë Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, sikur që ka përmend këta Imam Ibn Kathiri në librin e tij El Bidaya wa Nihaya, ka thënë Abdullah ibn Abbas, në sabah, fillim të ditës, kanë ardhur qafira më të mëdhoj që ekzistojnë dhe kanë përfunduar shahidat e Allahut te bareke ve teala pas dite. Pra sabah kanë ardhur pa besimtar, kanë kaluar në besimtar, tim besimtar, shahida kanë shkuar te Zoti xhel xelalu. Dhe kjo është mirësia e Zotit subhanahu wa taala. I marr Firauni dhe jep urdhër të gjithë ushtarëve që në publik para këtë njerëzve i marrin edhe 80.000 sihirbaz, i gozhdojnë para njerëzve, edhe i mbysin të gjithë. Për këtë arsye kanë thënë sihirbazët, duke e pa arrogancën e Firaunit, ka thënë Rabbana afrigh alejna sabra. O Zot, na jep sabër. Ose ki kam i myt tash. O Zot, na jep sabër, wa tawaffana muslimin. O Allah, na e merr shpirtin musliman. Pra mos lejo që nga padurimi apo nga dobësia që ne të shlojmë pe, e ndoshta runa Zot mos të vdesi musliman. Andaj i merr dhe i mbyt të gjithë. A përfundon me kaq? Jo. Thot Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, vdesin shahida shkojnë te Allahu xhel xelalu. 80.000 sihirbaz. Shtestra 83.000 sihirbaz. I vrat kit komplet. Nga se te Firauni, a e madhe me vra? A është e madhe? Jo. Ma normal se te Firauni me vra s'ka. I vrat kit komplet. A përfundon me kaq? Jo. Vazhdon Allahu te bareke ve teala na tregon në surën Al-A'raf, vazhdon rrëfimi, pastaj kalon në surën Ghafir. Dhe në surën Ghafir na tregon Allahu një bisedë të brendshme, të konsultit të Firaunit, të shtetit të Firaunit, në zyrën e Firaunit, se çfarë ka marrë vendim dhe kush e ka pezullu vendimin. Do ta tregon në surën Allahu xhelalu ala, në surën Ghafir. Në surën Al-A'raf, ajeti 127, thot Allahu te bareke ve teala, wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun. E paria dhe krerët e shtetit Firaunit i thojnë faraonit, ja, i vrajtë sihirbaz në rregull, po s'u kry puna. Sepse këta janë besimtar të atij i cili o gjallë.
Musës alayhi salatu wassalam. Andaj që i kanë thënë, e të dhëru Musa, e Musën a pele gjalla. Pra ti pele atë shka e pruni problemin, si pas atë në problem Musa, e ti vrajt e ndjekësit, po du të me vra ti kryesorin, të shki nevoj që ka i vrat, apo ndjekësin kur kryesori ka me. Andaj ka thënë, e të dhëru Musa, a Musën a pelea, që ko kënë zitja e mënënshme. Andaj qëfar thënë, gjithmonë në Kur'an, krijetarëve, perandorëve, kush ja u ban sherrin, ata prapa, ti si she ato. Andaj thëtë Allahu e kale l-mele, ata mele, ata shka ja bojnë grumblin, a pelea, a pe ban qështua, edhe atave që nëzisin, shejtanët prej anës, të cilat i ka thënë Allahu gja, el-gaun, ata të cilat janë të divijun për veti, divijun të tjerët, ata të cilat qësh jetunet veç i thojnë, a qështua pelea, as pe ja ban qështua, ata janë el-mele, që i kanë thënë, e Musën a pele gjalla, po ti Musën dush me vra, jo këta i vrajtëm, sa problem, po ti dush me vra Musën, ka thënë, e të dharu Musa, wa qawmehu li yufsidu fil ard. Shiko me çfarë shprehje që na tregon Allahu xhelalu ala. Kan thënë, apele Musën edhe popullin e Musës, bijtë e Israilit, me bën fesad në toka, me bën fesad në vendin tona. Wa yadharaka wa alihatak. Gjithmonë krijetarë ja prekin një pikë ku ai çaty reagon. Cila ka thënë dhe nuk dojnë tyje, ti jam problem mos me dash. Nuk ka problem që të shka. Ti je mos me dash. Ua je dharake, ti me të lan, edhe me lan adhurimin tan, o Firaun. Qysh pele gjallë një njeri i cili ka ardh, po thot, hajdi ti Zoti i botrave, të adhurojmë Zotin e botrave. Ua je dharak, a ti s'po të do. Ti je bosh të kitë dunjajës, rrëth ti je silët gjithë shka. Ua alihetek, dhe s'po të adhuron ti je. Andaj që, a ka argument më të matë me vra Musën sa që kaq? A i ti s'do, leje kësaj, e ka thirë poplin e vetë mës me dash tyje, pra me dash të Allahu gjellë gjellalu, pasa që ka thanë, kale, thëtë Allahu gjellë, kale, se nuk kattilu e bëna e hum, ka thanë Firauni, ne i vrasim e vlat të tyre, i vrasim djem të tyre, wa nestahi nisa e hum, dhe ja ulajna gjallë gratë të tyre, për mi përbuz, tash, kjo vrasja e dytë. Kjo urdhri i dytë shtetëror nga ana Firaunit që të vritën fëmijë të bive të Israilit, sikur që një herë i myti për pitutës mos po del Musa, tash pitutës mas i dul Musa. Vazhdon vrasjet e Firaunit. Thot Allahu te bareke ve teala, wa inna fawqahum qahirun. Dhe kanë thënë, çfarë kanë thënë? Ka thënë Firauni, dhe jena na për miket. Neve së na mund kurkush. Wa inna fawqahum qahirun. Na mbi krejt ata jena më të mëdhoj. Na jena ata që i mposhtim të gjithë. Apo, e tani do ta shohim në me lein Allahu te bareke ve teala se kush e mposh kanë. Për këtë arsye se kjo ka qenë arroganca e faraonit, ku tani çfarë? Ja propozojnë vrasjen e Musës dhe ai e merr këta, apo, dhe pastaj e gjun konsultim. E bjen shtet, ka dalë, du të me vendos takshirmi popullit që ka thot, takshirmi përfacusit e popullit, ministrat dhe generalet e ushtrisë, ata që ka thojnë, a lajnë ato me vra Musën, a ka argumente me vra Musën. Do të shojnë me lejnë Allahu të bareke ve teala. Këtu Allahu gjula e vendos një perde të ngjarjes për të kalu këtu në surën Araf në ngjarje tjetër, pra vazhdon kur do të ikin prej Faraonit, nga se do të merr vendim. Do të shojnë fund, Faraoni merr vendim me vra Musën, dhe me vra çdo njeri që i shkon mas Musës, këtë bitë Israilit. Këtë bitë Israilit. Ata ka thënë, innahum lashirzimatun qalilun. Kto janë një pakicë e vogël, këtë i vrasi pres, nuk ka problem. Apo, ama Allahu xhelala don me mbledh Faraonin me ushtrinë e tij bashk, mos të mungoje asnjë njeri pi zullumçarëve. Apo, andaj ka mbledh krejt ushtarët e vet, edhe argat të vet, edhe ministrat e vet, këtë ka thonë keni me dalë me mua. Edhe kena mi ndjek pas bitë Israilit. I mledh këtë bashkë Allahu xhelala për t'i përfundu krejt në deti. Andaj dhe se që kjo është arroganca kur përfundon. Mbane men, çdo tiran përfundon i përmbyst. Çdo zullumqar, i madh, i vogël, këtë përfundojnë përmbyst. Veç muhabet vakti jo, mesele vakti. Apo, e njerin vakt habitet. Edhe kujton pak, ja mërmenja. Dhe gjithmonë habitet ku te plani i vet. Këtu Allahu na ka thonë planin e Firaunit, ama Allahu na tregon edhe planin e vet, të cilin e ka realizuar me lein Allahu te bareke ve teala. Këtu përfundon surën Araf, kalon në surën Ghafir.
Kush do me përcjell me Kur'an, le të kalojë te surja e 40 në Kur'an. Surja e 40 në Kur'an, surja quhet Suratul Mu'minun apo Suratul Mu'min, surja e besimtarit, surja Ghafir. Çka është kjo sure? Tani na tregon Allahu xhelle xhelalu në këtë sure prej ajetit 23 se mbledhën prap shteti i Firaunit në krye me Firaunit dhe me ministrat e vet që të diskutojnë si mi avnu kapakin kësaj pune. Erdhi Musa, djali i Firaunit, i adoptuar i Firaunit, ai i cili e kishte rrit ishte Firauni. Erdhi pejgamber, ja tha krejt fjalët në fytyrë Firaunit se ti nuk je Zot dhe ti nuk e meriton adhurimin, dhe se me adhurimin e meriton veç Allahu xhelle xhelalu, dhe unë jam i dërguar i Allahut dhe duhesh me mishlu bijtë e Israilit dhe me milan të lirë me shkuna në tokën e Palestinës. Në rregull, deri këtu Firauni filloi mu nervozue. Tani i vrajti sirbazët, ama nuk kryet puna. Andaj i propozojnë me vra I propozojnë me vra Musa alayhis salam. Në surën Ghafir Allahu tani ta tregon. Dhe këtu vini realizëm. Andaj shikoni, një pjesë e ngjarjes kallëzohet me një sure, pjesë tjetër në sure tjetër, pjesë tjetër sure tjetër. Pse kalon ngjarja në sure? Që të lexohet këtë Kur'ani, që të mësohet këtë Kur'ani. Andaj për shembull, apo ti të intereson mas sirbazëve çka ndodhi, këtu e vënon perdën kalon tjetër sure. Pastaj tjetër sure vënon perdën prap kalon te kjo sure. Andaj ti është një sure, nisni muhabet, kalon te deti më një herë. Ku më e mes detit dhe kësaj çka ka, përfundon enal. Që ti të interesojë ka dal ku është kjo sure tjetër. E tani ku kalum? A kem surën Qasas, surën 28. Ku Allah e ka dhënë pin lindje deri në takimin me Firauni dhe ardha e pejgamberis. Martesa, ikja, këto i ka dhënë surën Qasas. Pastaj kaluam në surën e Taha, takimi i parë. Pastaj surën A'raf, surja 7. Pastaj kaluam në surën Shu'ara, surja 26. Tani e kemi surën e 40 në Kur'an, ku Allahu na tregon për vendimin apo konsultimin për ta vrarë Musain alayhis salam. Për kanë vëzër Faraoni don me vra Musain alayhis salam, ama kush e pshtoi herën e parë Musain, do ta shohim tash kush e pshton poshdyti, i njëjti njeri, i cili ka qenë, thuhet se ka qenë djali Axhës Firaunit, çka kanë për tefsire, siç ka në tefsire. Thot Allahu te bareke ve në Kur'an, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin." Ne kemi dërguar Musën me ajetet tona dhe argument të qartë, shkopi dhe dora e tina dhe argumentet të tjera. Ila Firauna wa Hamana wa Qaruna, e kemi dërguar te Faraoni, te Hamani, i cili ka qenë kryeministri i vendit, dhe te Qaruni. Dhe Qaruni ka qenë pasaniki më i madh në vend. Ka qenë djali i Axhës, ka qenë prej kushërive të Musait alayhis salam. Ki ka qenë nga bijtë e Izraelit. Po e ka punsu Faraoni sepse ka qenë si ata. Andaj nuk e ka problem Firauni nëse je qafir si ai me të mor ka ai. Ani pse je bijve të Izraelit, ama je ka mendimet e atin. Andaj edhe Qarunin e ka përmendur Allahu në Kur'an, edhe pse s'ka qenë kiptis, ka qenë egjiptian, po ka qenë prej bijve të Izraelit. Thot Allahu te bareke ve teala, fa qalu sahirun kadhab, ata kanë thënë për Musën, ai është sihirbaz rënacak. Falamma ja'ahum bil haqqi min indina, thot Allahu xhelle xhelalu, kur ju erdhi Musa alayhis salam Firaunit dhe shtetit të tina dhe porisë të tina me hak, me të vërtetën prej anës tonë. Pra se ka shpik Musa këtë punë, Allahu ja ka obligue pejgamberin. Thot Allahu xhelle xhelalu, qalu uqtulu abna alladhina amanu ma'a, kanë thënë komplet bashk, vritni krejt besimtar që i besojnë Musait alayhis salam. Dhe këtu vëzëre vërejmë një diçka. Qa po vërejni? Se gjithmonë ekziston dëshira për vrasjen e besimtarëve tek ata të cilët u preken interesat por nuk e shprehin. Allahu gjëna ka që këtë muhabet, piku e ka nëzirë, prej mrena shtetit. Ne ka kalzu neve në Kur'an, a i s'del me të kalzuti, kush del ti me të kalzu, se na dojna mi umite, dojna, ja, s'të kalzon. Apo, ama Allahu ja u zbulon. Andaj në shka tham, Kur'ani o zbulim i zullum qarëve, a i zbulon, qështu menon ki, qështu atu menue. Apo, andaj të Allahu te bareke në Kur'an, wa ma tukhfi suduruhum akbar, urrejtja ndaj besimtarëve është të tyre shfaqet në gjuhë, ama çka kanë gjoks mrena është shumë më e madhe. Është shumë më e madhe që kanë gjoksat e tyre, por Allahu i mposhtë me kaderet e tina. Thot Allahu te bareke ve teala, than vrit në këtë
fëmit e atyre që ka besojnë Musait alayhis salam. Këtë vërtit besimtarë, vegjël të mëdhoj këtë vërritni. Dhe Allahu xhela xhelalu wastahyu nisaahum. Dhe kanë thënë lenja u grad gjallë për minën çmu. Pra vraja djem e leja çikat për minën çmu. Wa ma kaydul kafirin illa fi dalal. Dhe Allahu xhela xhelalu ama kurthi edhe agenda e keqe e pabesimtarëve, faraonit, Hamanit, Karunit dhe krejt shtetit faraonit, krejta të shku huq. Sën ka me realizu qëllimin e vetaj, sën ka me realizu qëllimin e vet. Thëtë Allahu te bareke ve teala në vazhdim. Wa qala Fir'aun, përse në vëzër me vëmenje, Kur'ani është mrekulli si e shpreh një ngjarje, si e nxjerr në skenë një ngjarje. Wa qala Fir'aun, ka thënë Fir'auni. Pse qale Fir'aun, do njerë thot qale, do njerë thot qale Fir'aun? Sepse ka thirë me zonë, ngoni këtu, ju ka thirë këtë shtetit. Se shpesher kanë fol ata, kanë fol ministrat, ka fol ky. E kur e ka theksu diçka, wa qale Fir'aun, ngoni këtu, qa jem të dash me thonë. Ngoni me vëmendje ta se ç'ki muhabet është shumë e rëndësishme për këtë mesele. Nëse kur diskutojnë apo shprehin mendime, një palë tjetra palë kështu me radhë. Wa qale Fir'aun, ka thënë Fir'auni, dharuni aqtul Musa. E këtu dhe shiko, ne do dhim të dobit pastaj. Po për çellën ngjarje me vëmendje. Ka thënë dharuni aqtul Musa. Ka thënë lemni ta vras Musën. Ja, para shtrohet pyetja kush ato të nal. Kujti ti thon lemni. Ti do të vjen pak më andaj, çka surë do të jenë? Ai njëti Firaun ka më thon mendimi jam o mendimi juve. S'keni ju mendimi është ta mendimit tem. Këtu çka ju thot, ju drejtohet pranishmeve prej zyrtarëve të lartë shtetit vet, thot dharuni aqtul Musa. Lemni ta vras Musën. Çfarë i thonë vëllezër? Ja. Kësaj i thonë, unë e du me vra Musën, a jeni edhe ju dakord, këtë bashkë e bajna këtë përgjithësi. Jo veçune. Pra, a jemi këtë një mendimit me vra Musën? Apo? E tani, pra, qoni dur këtë, a jeni këtë për me vra Musën, qëtu i ka thonë? A jeni këtë për me vra Musën? Pra, dheruni aqtul Musa, lemni ta vras Musën. Po mirë, ti o Firaun, a je zot? A je zot? Zoti, a i thot dikujna lemni? Allahu xhelal po e korit për zdyti këtë të veçelin e madh të Misrit, të Egjiptit, çka më thot? Po thot dheruni. A thot zot, a thot Allahu xhelal Zoti i botrave dikujt ai thot lem ta krijoj çeta? A të marr leje dikujt? Hash. Hash. Allahu xhelal kur e ka përmend mundsinë për me qenë di zota. Çuçi ka rrëzue? Ha. Law kana fihima alihatun illa Allahu la fasadata. Fa subhanallah. Me paskon qill mi pas di zota i shprish qilla edhe toka. Pse? Para menon veç me men, mu kon di zota. Mu kon di zota. Njëni zot thot, hasha, po du sot me shlushi. Ki qëti thot, jo unë s'po du. A beshi asbe? A be asbe? Po du në me kriju një popull. A i qëti thot, unë s'po du me kriju një popull. Këtë popull. A kryot as kryot? Allahu qëfar thot? Mu kon di zota, s'funksionon. Sepse bindesh urdhrat, edhe ben ma i forti. Apo? Po këta si vëzër, në debatet e shumë për atyre të se kanë diskutu për ulemave të muslimanve, kur kanë folë për Isën, edhe nanën e Isës, Merjemen, që kanë thonë se janë djali edhe gruaja e Zotit. Hasha wa kella. Kur i kanë bo demand musliman, çfarë i kanë thonë? Ka thonë, Isa a Zot? Po të thënë po. Allahu a Zot? Po. Kur ta morin një vendim, kur dojnë me bo një vendim, njani thot po, tjetëri jo. Cili bëhat? Ja, ata thojnë i ati shka thoje baba. Pra Zoti i madh, Gjelle Gjelalu. Atër, pse a Zot ki tjetër? A është aj? Ky pse a Zot? Po këta si vëzër, kjo është një kontradikt në krije që kur që i s'ka mundësi më kuptue. Andaj shikoni këtë krije lartë. Faraoni pi ju thot të pranishmeve, dharuni aqtul Musa, lemni ta vras Musën. Po Zoti nuk merr leje pi dikujna, po ti si e Zot. A dhe ka thënë dharuni aqtul Musa, lemni ta vras Musën. Po a nuk je ai cili e marr ti vendimin vet? Andaj ka thënë wal yad'u rabbah. Ka thënë e ki le ta thirrë Zotin e vet. Se kam ngajle ode. Dhe me këta shofmi a unë jam a ky. E këtu vëzë mo kur mërin kulmi fesadit, atër Allahu Gjellola ja të regon venin. Kur mërin kulmi fesadit, apo na i thëna kur trashët zulumi, atër mo shpartalohet. Këtu i ka thënë
Wal yad'u rabbah. Ai le ta thirrë ai Zotin e vet. Por ne ta këshohemi kanë pas ka Zot ki. Ta këshoh a mund e pshton pi shpatës teme. Thot Allahu te bareke ve teala, inni akhafu an yubaddil dinakum. Shikone që thot Imam Ibn Kathir rahimahullahu teala, u ka shndrua faraonin në vajzë, ka mojt vajzë. Apo ka thonë, unë po tutna se po ja u prish fejën juve Musa. Po shta po du me vraun. Sona, a i njëri kes po ju duk në juve. A una po ju duk në që baj zulloma. A dyshontit e mirësia jema. Apo, kështu flasin faraonat. Faraonat me këtë gjuhë flasin. Ka thonë, inni akhafu an yubaddil dinakum. Po tutna se po ja u prish fejën e juve. Fejën e juve, au an yudhhira fil ardi el fesad. Dhe po tutna se ban fesad në tokë Musa. Kush ban fesad në tokë? Musa a.s. Kush po fol për fesad? Njeri dur të kitë me gjak i ka të fmive, po fol unë e tutna mos po ban fesad. Kjo është tradita e zullumqarëve. Zhitën zullum, flasin kundër zullumit. Zhitën fesad, flasin kundër fesadit. I përlin durët e tëre me gjak, edhe flasin për qetësinë, edhe pajtimin. Për këtë arsye o vëllezër, Kur'ani zbulon si mendon zullumqari. Çfarë ka thënë? Po tutna për juve, unë por se kam gale për veti. Po për juve, në gale në juve e kam. Thëtë Allahu te bareke ve teala në vazhdim. Ka thënë, kam frikë se shfaqet fesadin tokë, e unë s'po du me pas fesad tokë. Nuk po du me pas fesad tokë. Thëtë Allahu te bareke ve teala në vazhdim. Wa qale Musa, i kanë ardhë lajmi Musa a.s. se faraoni do në me të vëra. Tani vëllezër, dallin kur i kitë parën herë, kur s'ka pejgamber, erë një njeri i tha, wa jaa rajulun min aqsal medineti, qale ja Musa. Erë një njeri për në skaj qytetit. Kush është qajtë njeri? Do të vejnë e prapë që kë njeri qëtu. Kë njeri është djali agjës firaunit, Egyptian, zyrtar i lartë në konsultin e faraonit. E kam she imanin se në ka kalzu. Ama vjen një moment, pa tjetër me kalzu imanin. Që kë njeri cilë e ka pështut parën herë Musën, i tha dil për shtetit se do të me të vra, unë po të kalzoj. Ja ka kalzu e vendimin e firaunit më rëndëshëm, dhe ka hik Musa. A vlen me hik tash? Jo. Nuk mund tash me hik, se tash është pejgamber dhe populli i tij prat për i tij me pështue, me shpëtu bashkë me shpëtue. Andaj tani kur ja ka prue lajmin se ka me të vra Musa alayhi salatu wassalam, do me të vra Firauni me parinë vet, thot Allahu xhelle xhelalu wa qala Musa, dhe tha Musa, inni udhtu bi rabbi wa rabbikum. Ka thënë Musa alayhi salatu wassalam, inni udhtu bi rabbi wa rabbikum. Kërkoj mbrojtje pi Zotit tem, edhe Zotit juve, min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab. Kërkoj mbrojtjen e Zotit të madh, Zotit tem dhe Zotit juve, nga sicili arrogant mendje madh, i cili nuk beson ditën e llogarisë. Pra kërkoj mbrojtje për Allahut, Allahu më mbrojt për këtij arroganti, për këtij faraoni. Dhe shikoj vëllezër, tash ka bëu dua, s'ban me hikmo. Do të më ballafaque, dhe se i ka thonë shlomi bijtë e Izraelit, unë jo udhëheqi bijtë e Izraelit, të metë janë bijtë e Izraelit, zguxon me torturue. Thot Allahu xhelalu vazhdim. Wa qala rajulun mu'min. Përse edhe me Kur'an dhe zë. Thot Allahu xhelalu xhelalu, wa qala rajulun mu'minun min ali Firaun. E çka vëllezër është rasti i dytë. Kjo është njëri i parë në rastin e dytë, që e shpëton Musa alayhis salam sebeb pej faraonit dhe zullumit tina. Për shkak se e ka bo sebeb Allahu me shpëtu Musain, e ka përmend 2 herë në Kur'an ngjarjen e tina, surën Al-Qasas edhe surën Ghafir. 2 herë ka përmend Allahu xhelalu ala, dhe çdo harf çka lexohet pi këtyre sureve, çdo musliman çka e lexon këtë sure, se vapi shkon ngjarjes këtij njerit. A mundesh pa paramendue pse e ka ndihmu Musën 2 herë Allahu deri ditë kiametit? Ja ka përmend emrin. A di kur ngjarja e Musës alayhis salam? Qindra vite më herët Allahu xhelalu dhe nuk e ka përmend emrin, qala rajul. Ka thonë një njeri. Cilësinë e parë para se me përmend para se me ja përmend besimin, ja ka përmend karakterin. Shumë interesant është ngjarja e këtij njeriu. Allah surën Ghafir ka kallzu çish e ka bë sebeb Allah që këtë njeri, se u kon mrena zyrës Firaunit, u kon egjiptian prej familjes Firaunit, djali i Haxhës Firaunit. Dhe ka qenë besimtar, ama s'ka kallzu besimin. Sikur që ka qenë ajo gruaja
e cila ja ka krej flok shërbëtorja e bijës Firaunit, ka qenë besimtare, po nuk e ka kallzu besimin. Apo, që do të dhinte ngjarja e asajna, se ty ja krej flokt, i bje krani, edhe i thot bismillah, e merr kranin. Edhe qika e vet i thot, me emnin e babës tem, apo? Jo, thot, me emnin e Zotit babës tan edhe Zotit tem. Thot, pse ti a ki Zot tjetër përveç babës tem? Qika e Firaunit thot, po, Zoti jema, Zoti i babës tan edhe i ketë baballarëve. Dhe i ka zënë qika e vet Faraonit, i ka zënë babës vet se kjo është shërtorja, s'të beson ti, po i beson Allahu xhelalu. Pastaj ja merr edhe fëmijët e vet, ja djeg në vaj zejtin edhe kështu me radhë. Do ta shohim elin Allahu te bareke ve teala. Edhe gruën e vet, njët Asijen e merr dhe e gozhdon ndill. Ja ndan këmbë edhe durt, edhe e gozhdon me litare, edhe midis dillit e lën, pastaj në fund e gjun me shkam, edhe e myt. Andaj pak para se me myt ajo thot, o Zot, ja tregon Allahu xhenetin. Thot, o Zot, çat jeni shtëpi nga teje banma. Çat jeni shtëpi nga teje banma. Dhe ja plotson Allahu subhanahu wa taala. Po këtë sjellë Faraoni ka bë zullum, saqë e ka merituar kit Kur'ani kur të përmend zullumi, ku shkon menja? Ka i thënë ana dikujt kur mënin kur me zullumit, Faraoni është bë. Pse Faraon? Sa e ka mri kulmin e zullumit. Grën e vet e ka mit. Shërdorët e vet i ka mit. Apo, e këtë person e ka pështu Allahu xhelalu, sepse ky e ka pështu Musa alayhi salatu wasalam sebeb. Allah i ka pështu, mirë po, sebeb u ka ky njeri. Thot Allahu xhelalu, wa qala rajulun mu'min. Ka thënë një burr. Wa qala rajulun mu'min. Shpesh ardhëzëna burrnin piku e morna piso kakit. Nga burrnin herë shofna në mrola. Burri fort ishte, s'ka shke hiç. A burr që kjo të na, ta burr. Të na shpeshar burrnin ku e shofna, tash burrnia të ndryshme kena ata, mbarësisht picëllit sokak vjen, picëllit mahall vjen. Ka kategori meni burrniash, të cilat shumica të vetojnë në Kur'an nuk i njeh ato. Burrnia dhe zero qëndrim i caktuar në moment krize të caktuar, fjalë e vërtet, mënyrën më të mirë të thënë me besim dhe iman. Qala rajul, thani burr. Para se më ia përmend imanin ka thon burr. Dy herë ka cilësu Allah me burr. Wa jaa rajulun min aqsa al-Madina, arni burr pi fundit qytetit apo Musa ik. Burr, ik. Largoju. Dhe këtu ka thënë wa qala rajulun mu'minun. Dhe thani burr, mu'min, besimtar. Besimtar. Allah ka pohuar besimin. Min ali Fir'aun, nga familja e Fir'aunit. Ky ka qenë pi iljetul qaum. I thojnë prej zyrtarëve të lartë, ka nejt nal. Po s'ka kallëzu që janë besimtar. Gjithmonë i ka besu Allah, i ka besu Musait alayhis salam. Sepse shpesh ardhë zër, kur e kanë pa debatin mes Faraonit edhe Musait, shumë njerëz kanë thonë, Musa i ka argumente, te Beqeli s'ka argumente. Ama janë tu pi Faraonit. Faraoni ka një ashpër. Andaj thot Allahu në vazhdim. Ka qenë nga familja e Faraonit, yaktumu imanahu. E ka fshe imanin. E ka fshe imanin. A lejo dhe me fshe imanin? Po, nga friga për arrogancës do një Faraonit. Dhe kjo është trajtimi veçantë se si fshehet imani, cilat janë hududet kur fshehet imani. Andaj këtu s'ka pas qarë ki pa kallëzu se unë jam besimtar, sepse ka ardhur një moment kur nuk fshehet më imani. Për këtë arsye Allah ja ka përmendur ngjarje. Dhe ky vëzër e ka pështue pi Faraonit Musën për zdyti. Se ka dash me vra Musa alayhi salatu wasalam. Dhe kjo vëzër çfarë argumenton do dhimbjet e mësimit? Se Allahu kur e pështon një njeri, Allahu e pështon, e çon një sebeb. Ku e ka çuni sebeb? Ja ka bë Allahu një besimtar Musa alayhi salam pi familjes Firaunit, pin mrena. E pi mrena ka vaz me him Musa alayhi, aty s'ka vaz mundsi me him, ama ai ka besuar. Ja ka bë Allahu xhelala nasib imanin aty mrena. Thot Allahu xhelalu ju ka thënë aty: "E taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah." Ju ka thënë aty në kocot mrena zyra tavolin. Kur ka thënë Firauni, "Dharuni aqtul Musa", lemni ta vras Musa. Ka thënë ky njeri, i cili ka fsheh imanin, ta duhet më nxjerr pa. Se momenti jo. Apo, momenti është. Ka thënë: "E taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah." A vritet një burr. Edhe ka thujt Musa burr, se ka qenë vet burr. Ata thuat burrat, i njohin burrat. Min al mu'minina rijal. Ka thënë Allahu në Kur'an për sahabët, prej sahabëve ka burra, prej besimtarëve ka burra. Pra besimtarëve një pjesë për tyre burra të fortë, jo krejt. Besimtarë mund më komplot, burra janë më pak. Andaj ka thënë Allahu xhelalu ala,
e taqtuluna rajulan, pse pe vranin një njeri, burro, këtë karakteret e burrnisë ka, këtë karakteret e moralit i ka. A pe vrani veç pse thot Zot e kam Allahina? Veç për që ta e vranja? Që këtë fjallë të njëjtë vëzër e ka thonë Ebu Bakr Siddiku radhiyallahu an, burri i pari këtij umetit mas Muhamedit alayhi salatu wasalam, kur ja kanë gjujt plancin mbi kokë Muhamedit alayhi salatu wasalam, dhe ka ardhur njëri prej që e kanë gjujt më i mjerumi i arabëve. Ka ardhur ja ka shtrëngue këmishën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ta myte. Edhe shpejt ka vrapu Ebu Bakr Siddiku dhe ka dashur ta ndale. Ka thonë ataqtuluna rajulan yaqulu rabbi Allah. A pe vranin një njeri vetë se thotë Zoti jam Allah. Çaja tu bo Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Çaja u ka bo juve. Andaj Allahu xhelalu ju ka kërkuar që nuk lipi për juve pos illa al-mawaddata fil qurba. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thuju paganëve, kur gjos jam tu lip, veç sill më mirë, kur gjos po ju lipi. Veç lemnet ja u kallzoj njerëzve fen Allahu xha. A pranoni se pranoni punën juve. Të lirini, mos u bani zullum. Mos bani zullum, mos bani padrejti. Ka thënë Allahu te bareke ve teala në përshkrimin e të njeriu, i cili është bërë sebeb me pështu Musa alayhi salatu wasalam. Ka thënë a pe vranin një njeri vetë se thot Zoti jam është Allahu. Shkozër e ka mbërtheku krejt davetin e Musait me një llaf. Nëse dikush thot, me një fjalë qish rrumbullaksohet, përmbledhet kit davet islam, çka thuhet? En yaqula rabbi Allah. Që thoje insani kit islami, çka? Zoti jam është Allah. Atë ngoj, ati i bindem, atë du, ati i tutëm, ati i frigohem, të a i shpresoj, të a i mbështetëm. Urdhën e ti e kam urdhër, ndalesën e ti e kam ndalesë, ligji ti është ligji jam, kitë qëto jam vëzër, rabbi Allah. Zoti jam është Allah. Zoti jam është Allah. Wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Ndërkohë që ky ju ka sjell juve argumente. Dhe shikoni se çfarë fol me ka fol ky njeri, zyrtar në familja e faraonit, dhe shikoj si me çfarë muhabeti ka pështu Musa alayhi salatu wasalam. Ka thënë, a ju ka ardhur me fakte për Zotit juve? Ju pse s'pi ballafaqoni faktet? Ai me fakte ju mujti. 80.000 sirbas timur, 3.000 sirbas timur, 83.000 sirbas timur. Shkopin e bani gjarbën, gjithaj gjarbën i madh. Njerë u bo gjarbën, mashkull njerë u bo gjarbën femër, hajjetun tes'a. Gjarbën i cili ka mri, i ka gëlltit 80.000 fantazi gjarbënish. Pse ti nuk e bani një tja? Ku e ki faktin ti? Ti s'ki fakte? Ka thëna ju ka arë me fakte për Zotit juve, Gjelle Gjelalu. Ka bo, pasë që ju ka thënë, wa in yaku kadhiban fa alayhi kadhibu. Shiko dhe zër, e ka zbu që me faraoni nuk o let me fol. Që ju ka thënë? Ka thënë, hajde supozojnë se Musa në rënacak. Ka me dëmë të në rëjnë ati? Ata? Apo, dhe kështu ka thënë Utbe të Rabia, kër ka dalë në luftën e Bedrit, me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ka thënë Ebu Gjehlit, mos luftoni me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ka mos luftoni. Ka thënë, pëmë, pse mos me luftu? Ka thënë, i yakun kadhiban fa alayhi kadhibu. Si tjetër rënacak për veti e ka. Ka mërdzurën a vetë. Si tjetë kin kanë të rrejshme, kanë të veta kanë mërdzue. A me ba mu kanë për nga mërë? Mu ba mu kanë për nga mërë? A ba, andaj të transmitohet se ka arë njëri të Ali radiallahu anhu. Edhe i ka thonë o Ali, ka qenë për pabesimtarën, ka thonë shka thuni ju ketë që kjo shka thuni Islami, Allah, i gjenejt, i gjenemi. Shka thu ketë kjo mos me egzistu eqë. Kini bada, shka thuni. Apo për që më kërë lexon Nietzschen, e kërë lexon Freudin, apo ato thonë, çka thuti qështu? Hajde e menojna, hajde pak hina, pak ma fell, ti përdorna logjikat e tona, apo kravatën deri këtu i del frima, hajde ta menojna, hajde e menojna. Aliu i ka thonë, edhe, na nuk folna kështu besimtar, na kena bindjen Allahu që, ka thonë, edhe, ta mu kanë qështu? Ka thonë, shka upna na? Ka thonë, shka upna na? Jemi falë, kemi agjëru, kemi dhënë zeqat, kemi bo haqë, kemi largu harameve, edhe ka thonë, a qështu i be? Qka upna na? Ka thonë, ka dole, prit pak. Mu kanë qish pëthojna na? Ti ku shko? Mu kanë qish pëthojna na? Në milimetra, dvoglat, përqindjet, 0.00, qish dush atë isi, qish dush mene? Mu kanë qish pëthojna na? Qish ki me durua gjenem, për gjithmon, khalidin e fia, ati kësë ki me dalë kur, apo? Ki vakt a gje me menu, mu kanë, ki vakt. Në gjenem se kanë me menu, me ba mu kanë. Andaj Allahu gjele gjam mas një vakti miliona vet. Gjenem lijas, a ka ati vakt me menu? Ka vakt me menu.
Mëno sa dush. Andaj kur janë nis çat shumë vap, Allahu na ruaj pi xhenemit ya rabbul alamin. Çka ju thot Allahu xhela? E fesihrun hadha? Ha? Teori po ju duket kjo? Sehire po ju duket kjo? Magji po ju duket kjo? Ha? Shijoja. Ki vak, menoja. A gjë, rrotulloj menimet, harknena, a thujam xhenem. E merresh atje. Andaj ka thon Aliu radhiyallahu an, çfarë? Ka thon, si tjet çish po thu ti, që s'është ashtu, s'hupni na kur gjama besimtar. Po mu bo e që është sikur që thojna na besimtar. Ku shkon ti? Çai ka thon ki besimtari pi familjes Faraunit? Ka thon, me bo mu kon Musa rënacak, ai veç për veti be hup, s'hupna na. Ai vet hup. Mirë po. Pse e ka përmend këta? Që të kallëzojë që është neutral. Apo i përbajtur. Qa? Neutral. Mundet më kon rëndë? Ama? Apo që ai më shkojë direkt për shembull mi thon, aja ka të vërtetë, ka thon, "Wa in yakun kadhiban", bile e ka parapri nëse arrin acak. Apo që ato thonë, "Qëra kis, jo që anoj ka shumë, ja ti këshir të dimonira." Thot Allahu te bareke ve teala, "Wa in yaku sadiqan", ju ka thonë kë njeriu pi familjes Faraonit, prej krerave të nalt në familje, ju ka thonë, e mu kanë i sinqerë dhe besnik, që ka të thonë Musa, "Yusibukum ba'da alladhi ya'idukum", kam ju rok një pjesë e kërsnimit që ka pa joja pa juve. Cila një pjesë e kërsnimit, ka thonë Imam Ibn Kathiri? Një copë e kërsnimit të në dunja, azapi i madhën ahiret. Pra, si tjetë rëndës për vetje ko, a mu kanë i vërtet? Mu kanë. Pra, a i pi thot Faraonit, edhe aty në tjerëve, a i një të menu hiq, apo nalë një pak me menu, mu kanë i vërtet, që ka po thot Musa? Ku shkoni ju? Se Musa po thot se nëse së mdjekni mu, krejtve kam ju ndërshku Allahu gjilohet. Mu kanë e vërtet, hajtë menon e pak, mu kanë e vërtet. Thot Allahu te bareke ve teala vazhdim, "Inna Allaha la yahdi man huwa musrifun kadhab." Ka thonë kënjeri, Allahu kur nuk e udhëzon atë i cili e tepron dhe on rënacak. Kjo ka dy kuptime. E para është se Musa a.s. nuk mundet mësë më kanë i udhëzum kur ai nuk është prej atyre që ka e teprojnë, e asë nuk o rënacak, Allah nuk i udhëzon ata. Dhe sa i thënë e dyta, ja u ka sill tërthorazi, se ka thënë drejt për drejt, e ka sill tërthorazi. Pra, o Firaun, jo drejt për drejt, ai cili e tepron, jo ti, s'jam të folë për ti, por një njeri që e tepron, kështu kanë folë gjithmonë, që mos t'i thojë drejt për drejt. Ka thonë për një njeri cili e tepron dhe rrein shumë, jo ti, s'jam të drejtu tije. Kështu ka folë dhe zë, që mos t'i thojë drejt për drejt, o ti rënacak, o ti cili e tepron. Ka thonë, po ai i cili e tepron, ai, kush o ai? Mutlak, një anë i cili e tepron. A e udhëzon Allahu gjele gjelalu? Jo, nuk e udhëzon. Dhe Allahu te bareke dhe vazhdim, "Ja qaumi, o populli jem", ju ka drejtu atyre, pranishmëve. Pse ju ka drejtu populli? Se ka qenë për familjes, dhe e ka zbut muhabetin, "O populli jem, lakumul mulku l-yawm", ju e keni shtetin sot, ju e keni pushtetin sot, ju e keni qeverin sot, ju e keni perandorin sot, dhahirin e fil ard, kur kush ja u këthen lafin juve, kjo e vërteto, se unë jam mrena, unë e di, kush ja u këthen lafin juve, krejt ju ngon, ju e keni shtetin, ju e keni pushtetin, ama analët që tu, keni pa dikan i cili ka jetu për gjithmonë, andaj shiko që shka njështë dhe zër, pak i ka lavdruhe, ka thonë, ju e keni shtetin sot, juve janë pushtetin sot, ju e keni qeverin sot, ama, ka dale, ka thonë, o popli jem, ka thonë, "Faman yansuruna min ba'sillahi in ja'ana", kush na shpëton nga ndëshkimi i rrëpt edhe i sërt i Allahut me bomën e ardhë. A kiti o Firaun kundër ndëshkimit Allahit dhe një mjet, ushtar ki po, apo ki e roje sa të dush, argat sa të dush, a ki përgadit dishkat kundër ndëshkimit Allahit, a muni del kërshi me na gjujt Allahu me dënim, a muni del të kërshi atina, a kiti takat me ndëshkimin Allahu gjelohala, dhe do t'ja qonë Allahu disa lloje ndëshkimeve para se mi gjujt ndeti. Po nuk merr vesh, janë interesant këta njerëz. Derisa do ta shohim, Faraoni e thirr Musain alayhis salam gjatë disa musibeteve që ju ndodhin dhe disa prej fatkeqësive që ju ndodhin, thonë, "Lutë Zotin tat na i heqë këto." Faraoni e thirr Musa alayhis salam, "Ma vonë, hajde do lutë Allahit na heqë", nga se Allahu i ndëshkon.
Allahu xhallahu ndeshkon dunja para ahiretit. Thot Allahu te bareke ve teala, ju thot ky njeri, me bëmë në arë ndërshkimi Allahit, kush në shpëton? O, ju njërës. Ju ka than ky njeri prej familjes e Firaunit. Pastaj që ka than, kale Firaun, e vini rejtani, kale Firaun. Dhe na gjithmonë që kena than, për qëllëm me Kur'an. Kush do nëse jena mujnë e Kur'anit, apo jena mujnë e Kur'anit, dhe du të me mësu Kur'anit dhe zë, me kuptu Kur'anin, fjale e Zotit, fjale më të madhe s'ka. Krejt ilmi janë Kur'an, krejt dija në Kur'an, krejt imani janë Kur'an, krejt të uhidi janë Kur'an, krejt islami janë Kur'an, gjithë shka janë Kur'an. Veç du të me zbërthi. Manë e men, gjdo herë për cellën e kush e për cellën me vëmendje, ku të fole Firaun i shkreton, që shtua, të veqel i lojit zyrtar më të madhë. Nuk ka më ahmak se Firauni. O kale Firaun, shiko shka fol ky, shiko ky që shja këtën, e zbrit nivelin pinalt, maksimumi po shka mundët. Kale Firaun, ma urikum illa ma ara. Ja, pro i vend, a e kryte ti po? Ngo, Firaun i thot, ma urikum illa ma ara. Dhe qka tham? Kur thoi Allah, wa kale Firaun, pra e theksonaj, që kur për tëtë. Ej, kështu, jo që është të thonë ti, unë jam të folë të. Wa kale Firaun, ma urikum illa ma ara. Menimin qka e shë për veti, o e menimi juve. Kusht ka thonë ti me menue? Kusht tha ti kështu me thonë? Qka ju tha si irbazve kur besun? E amentum bihi qable en adhene lakum? Kusht ju tha juve me besu para se me mor leje pi muhe? A merë zemra leje? Jo. E mire u zërë, mendimi. E kur vimi të mendimi, a e mendimi, a i mendimi, a e deni mendimet. E ky mendimi, ku a u dhe zërë, ndora, anë gama, anë lëkura. Menimi janë mrejnë, menimi janë mrejnë, në zemër, në shpirt. Menimi janë në trun. Apo, ama ki menon si i ka shtrafsigerat e trunit. A kini po kësi të veqeli. Shtrafsigerat e trunit, ma urikum illa ma ara. Menimi jama me menimi juve. Po së sham të menu marë si ti joti, se unë nuk muhim me menu si ti. A dhe që i ka thanë, o kale rajullu mu'minun min ali Firaun e jektu mu imana. Ki besimtari, buri, cili ka qenë ka familja Firaunit, s'ka menu besim Firaun? Nuk mendoj besi ti. Djale agje ka pas, s'menoj besi ti. Nuk mendoj si ti. Ki që ka mendu? Se ki du të me menu e si Firauni. A në shiko vëzë se pse e ka registru Allah në Kur'an këtu? Për të nga të regu vëzë se zullum qarët menujnë që shtu. Ma urikum illa ma ara. Menimi jona ma i miri. Ketë du një me menu si na. Po s'munë që shtu. Sepse sikur që ftira sa njësoj, as menimi nuk ka njësoj. Thëtë Allahu të bare këtë në vazhdim. Kale Firaunu, ma urikum illa ma ara. Nuk mendoj që du një me menu ju, pas unë që ka menoj. E tash përshkak se duket kjo e vrasht, e ka zbut pak. Qysh e ka zbut? Pas e ka thonë, wa ma ehdikum illa sebila rëshet. Ama, menimi jem ka thonë, ju qënë nu dhe drejt, në selamet. Apo, kini po? Na e na të përparuë, drejt zhvillimeve dhe përparimeve. Mitë të njerëzit të vdek, mitë të njerëzit të usmu, mitë të njerëzit të juro kanceri, po shkojmë për para na. Kujna të shku dhe së të morvesh. A e ki po, si cili pushtet që ka vjen, për para të të na të shkuna. Pse a kini po di kanë të jetë për masa? Veç të për para e të jetë. Po për masa ka shku dikush. Kujna të shku? Ama veç ato jetë si për para. Ka thonë qire, menimi jem a menimi juve. Ama, ta dini se menimi jem drejt ullzimit ashtë. Drejt, dhe shiko që ka thonë Allahu që ka thonë ille sebile rrashed. Në gjuhën arabe, ullzimit i thonë rushd. Rrashed o maja ullzimit. Pra menimet e mija janë ullzimi ma i lartë i mundshëm. Kush po fol? Njeri durt me gjak i ka fëmive. Që ki po do mu i ullzu njerëzit? A i ullzon këti njerëzit? A i besot këti njerëzit? A i besot njeri cili ka durt e përlime? Ja si besot. Thëtë Allahu që më vazhdim. Wa kale ledhi amene ja qaumi. Nuk ja leki besimtari. Qka i tha Allahu që luala? Pa në fillim, wa kale rëgjullu mu'min. Ki burë. Pikujt familjes Firaunit, si ale Firaunit. Për që në vëzë, surën Ghafir. Wa kale ledhi amen. Tha i cili kishte besuar, ja qaumi. Ta shika, e leket të veqelin e madhë, ju drejtotin me, ju njerëz. Ju njerëz. Se ngoni këtë. Ju e një të pashka të thonë. Vish menoni e këtë fjallë. Menimi e menimi juve. Ka plot njerëzi vëzër. Ka plot njerëzi. Dojnë me thonë që ta, po e din sa Allah e ka regjistru në Kur'an, e se ne thonë bash tekstualisht e i bin për tërthorasi. Shkona, prapë kurve, ma urikon e illa ma ara. Vesh unë e shka thamë.
O kjo Firauni ka thonë qështu. Firauni ka thonë qështu. Apo, mirë po qëfar? Shiko, Allah ja ka qëku një njeri në zyre ati. Në zyre. Ka thonë, wa kale rëgjull, wa kale ledhi amen. Ka thonë ki cili ka besu. Ja ka unë. Ka thonë, o populli jem. Kujt ju ka drejtu? Ministrave, generaleve. Dhe përmendë dhe zërë, generale. Shka pas të ato një, dy 80.000 sirbaz i kanë ra. 80.000 miza mimita shumë. 80.000 sirbaz për një herë i kanë ra. Pa problem. Apo, wa kale ledhi amena. Ja ka unë, ju ka drejtu këtë në tjere. Mirë dhe zërë, pika këta e kanë ngu ketë, kur donë Allahu me errënue një pushtet, piku e prishet anija, pi mrejna. Piku prishet anija, pi mrejna. Andaj e ka shpu pi mrejna pushtetin e Firaunit. Qështu Allah i shpon pushtetin. Pse e kanë ngu Firauni, pse i ka thonë drejt me folë tina? Se t'ja lagje ka, kja i nalt. A e ka nalt, shka mujtaj qati për qati me për jashtu bizire. Në fund e kërsnon, ama vona ja thot ketaj. Krejtja thot dhe Allah u gjerë e pështon. Andaj shiko, Allah e qo njeri në zyra ati mrejna. O kale ledhi amen, ka thonë a i cili ka besuar. I ka drejtu këtëre tjere, ka thonë, o ju njerëz, o populli jam, o ju shka e mali shtetin. Inni e khafu alejkum mithle jomil ahzab. Ka thonë, kam frikë për juve, se kam ju rok, ajo qka i ka rok popujt me herët, grupe qka i ka shkatru Allahu gjiluara. Pse ju ka drejtu qështu o dhezër? Se njerëzit meqëm ato, njerëzit shkollum janë konë. A kini lexuar ju për popullin e Nuhit? A kini lexuar për popullin e Adit? A kini lexuar për popullin e Thamudit? Pra gjevabi o po. Kush i ka shkatru ata? Shiko që ka ju fulet. Thëtë Allahu te bareke ve teala. Wa qala alladhi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab mithla da'bi qaumi Nuh. Tut nëse kam ju rok ajo që ju ka rok ma herët popullin e Nuhit. Wa Ad dhe popullin e Adit. Populli i Adit sa e forta kanë? Nëse na mundson Allahu të njerë me fol për popujt. Sa popujt fort janë kanë populli Adit dhe Thamudit. Pas e ka thënë wa Thamud edhe Thamudit. Pse i ka përmend Nuhin? Nuhin, popullin e Nuhit, popullin e Adit edhe Thamudit. Sepse populli i Nuhit është i pari që ka shkatruar. E populli Adit dhe Thamudit, pse këta të ditë? Pse s'to di popull? Pse s'ka thonë populli Lutit, edhe ata janë shkatruar, populli Shuaibit, edhe ata janë shkatruar. Jo, kjo kanë shumë i mëshëm. Qale rajul mu'min min ali Firaun. Mi u fol këtine për popullin e Shuaibit, popullin e Shuaibit me djenit, nuk ju dhez. A e dim se nuk ju dhez? Se kanë mi thonë këto. T'ju kishtë thonë ki, a e dini ju se Allah e ka shkatru popullin e Lutit? Çka kishin thonë këto? Mos ta kallzove të neve për popullin e Lutit, se nëna këta generale, ushtar, na kena ushtri, së në dalë kërkush për para. A keni ushtri po? Ale, ka dale. Populli para juve ma i fort i ushtarakisht dhe ma i fort se juve ushtarakisht, kush e kanë? Adi dhe Thamudi. Ku janë ato? Janë shkatru këtë. Pra ja u ka përmen një popull shumë të fort askerikisht edhe ushtarakisht që t'ja u jape i bretin. A jeni asker ju po? E Adi? Asker. Thamudi? Asker. E kush i shkatroj këta asker? Allahu gjelluara. A dhe ka thanë, a dini popullin e Nuhit? A dini popullin e Adit? A dini popullin e Thamudit? Këtë ushtar, kush i ka shkatru? Allahu gjelluara. Pra, ato i kanë posë qinat. E kjo faktikisht ju ka thanë, a e një ju me qina po? E Adi, edhe ato me qinat, një shanit në këtu, apo mrollat deri 4.000 kilometra, edhe në fund i ka shkatru Allahu gjelluara, të gjithë. Andaj Allahu gjelluara, kur na flet neve për popullit e shkatruar, shka na thot, a i ti ani zanin dikujna? A të pengon ti faraonit e shpia? Jo. Mun është me shkajet me pagje mumije, vishtrimat i dek, apo mun është me baje gare me ta, me shasa dush. Pse? Sepse Allahu gjithat fandhur kejfe kane akibetu dhalimin. Këshyre qka ju kena bo zullum qare. Këshyre kjo është i bret. Thëtë Allahu te bare këtë në vazhdim. Walledhine min ba'dihim, a i dini ata që kanë ardhë popujt me herët edhe mas këtëne. Wamallahu yuridu dhulmen lil ibad. Ka thonë ta dini se Allahu nuk ka dëshirë mi u bo zullum robëve. Pa ta veti bojnë zullum. Rob, mledhni ment, ju ka thonë, mledhni ment. Allah i s'do mu ju bo zullum. Ngoni Musën, shkoni Musës mas, mos i bani Musajt a.s. zullum. Shkoni pas besoni Allahu gjele gjelalu se ju shkatron. Dhe ju as gjëson dhe s'kini kur gjosh ka bani.
me kudretin Allahu te bareke ve teala. Dhe ta dini se kjo është zullumi i Allahut. Edhe kur i lexon njeriu, Allah e ka shkruar këtë popull, Allah e shkatroi këtë popull, Allah e shkatroi këtë popull. Çka shkon menja? Këti bashkëtruar. Për me hek këtë vezvese, çka tha? Allahu yuridu dhulman lil ibad. Allah i s'do më po zullum njerëzve. Kush i bën zullum njerëzve? Walakin an-nas anfusuhum yadhlimun. Allah thot njerëzit vetë i bojnë zullum vetes. Njerëzit vetë i bojnë zullum vetes. Vetë bojnë gjuna mos anena, kanë ardhur ç'kjo. Po ti vetë më bën zullum. Allah s'do më të bë zullum. Thot Allahu te bareke te ala vazhdim. Wa ya qaumi, o populli jam. Si ka thon populli jam vëllazër? Që ligjërimi tjetë më i afërt, më i butë. Apo, o populli jam, pra nuk kam diçka kundër juve. Ju po bëj atë këtë nasihat, këtë këshill. Ya qaumi inni akhafu aleikum yawm at-tanad. Unë kam frikë për juve ditën e thirrjes. Cila dita e thirrjes, vëllazër? Kiameti ka shumë emra. Njëra prej emrave që ka tanad. Tanad është thirrja me njëri tjetrin. Ka disa komente. Dita e kiametit se i thirrin njerëzit. Hajde këtë Allahu gjëra më shkuar. Dita kur banorët e xhenetit, i thrasin banorët e xhenemit. Edhe ju thonë, çka gjetët juve? A gjetët xhenemin? Po, na gjetëm xhenetin. Kjo ka ardhur për shkak të thirrjes. Dhe thuhet se kanë mundhir njerëzit njëri me tjetrin. Kanë mundhir njerëzit njëri me tjetrin. Yawma tuwalluna mudbirina. Ma lakum min Allahi min asim. Ka thënë, kujton e ditën e thirrjes madhe kiametit. Yawma tuwalluna mudbirin. Ditën, me kështu, me fjalë bukfalisht me e kuptu, kur t'ja mbathni. Kur se vladin se shqip, hikë se ka në rrezik. Këta që këtë ditë, kur e ka përshkujtë Allahu ditë e kiametit. Kur keti le, për me e pa pak ma pak, për një syret, një figur të vogël të kiametit, a di një këndodhin vërshime, a di këndodhin tërmete, do shtë ju ka rastis me hipnanije, kur të dhvena e vale e madhe, e haron edhe e vladin që e kia ti, kur të vena rreziku i madh. Apo tash në aeroplan, e keni pa turbulenca? E tutin ropin. Njani munohet me kazu kështë sa të tut, ama zemra i ka, shërë shkon të zemra, herë i ven nalt. Allahu kër i ka përshkujt sahabët ka than, wa balagatil qulubul hanajir. Zemra ju ka mërin fit, e keni pa disa munohen pak ma bura, valla stut na i shpi tërmetit. Lemet e atë ma bet stut i shpi tërmetit. Ku ka njeri që stut i shpi tërmetit? Ku ka njeri që stut i shpi tërmetit? Thot Aisha radiallahu anha, e kam pa pejgamberin alayhi salatu wassalam, kur vishin rret, mjegëllat. Hinke dilke në shtëpi. Thash ja Rasulullah, çao kjo? Pse apo dutesh? Tha po o Aisha. Po o Aisha, me punë e Zotit kjo, punë Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë pse ja Rasulullah? Ka thënë o Aisha, a nuk e di se dënimet e popujve kanë nis me mjegëlla? To ardh mjegëlla. Ato kanë thënë, jo mjegëllve shivin e bje. Shivin, po nuk e dim sa shivje. Ka mundësi me pru pika, dhe ka mundësi me pru vërshim. E lusim Allahun që Allah të na ruan nga dënimi i tina, dhe mos na trajton me drejtsinë e tina, po të na trajton me rahmetin e tina. Nga se na gjuna e kena shumë dhe zërë. Gjuna e kena shumë, mëkate kena shumë. Me na dënu Allah i për mëkatet tona, kush na pështon? Kush na pështon? Allah na ka ploth me rahmetin e tina, ja Rabbal Alamin. Andaj që ka thënë, a e kujtoni atë ditë kur ju ikni mudbirin, mudbir çka ku s'do me këshir prapa, hiç. Dhe Allahu Gjellewala, ma lakum min Allahi min asim. A ditë s'ka dikush me shpëtue, s'ka mbrojtës për Allahu Gjellalu. Pas e ka thanë, wa men yudlilillahu fama lahu min had. E atë çka e devion Allahu, s'ka dikush që udhzon. Pra, mbledhni mend, udhzonu. Lutni për Allahut udhzimin, se nëse Allah nuk ju udhzon, s'ka kërkush që ju udhzon. Pastaj vazhdon Allahu i thot, njeriu, wa laqad ja'akum Yusuf. Vini rejlëzër, tani u akujton Jusufin. Mes Jusufit dhe Musa alayhis salam, sa ka? 5 breza. 5 breza. Në kalumen ka jetue ma gjatë 500 vjet dallim. 500 vjet. Ama arkivat e shtetit e mojnë men se një ministër i ekonomisë ka pas emrin Jusuf ibn Jakub. Jusuf i biri Jakubit. Jusufi ka qenë ministër i ekonomisë dhe ka qenë pejgamberi Allahu xhelal. Andaj kur e ka pështuar Egjiptin prej krizës së varfërisë dhe urijës, dhe asaj thatësie që e ka pas Egjipti për 7 vjet, kush e ka pështuar për asaj thatësie? Jusufi alayhis salam. Andaj shiko, tani kjo u kujton. Ju o banorë të këtij shteti dhe krerët të këtij shtetit të Egjiptit,
Walaqad ja'akum Yusuf. A ju ka ardhur Yusufi juve? Po, ju ka ardhur Yusufi. Min qablu bil bayyinati, ju ka ardhur juve me argumente. Dhe vëzër, në këtë ajet e kemi se te surja Yusuf, Allahu gjena e përshkun neve Yusufin deri te ardhja në pushtet. Këtu në ka zonë Allahu gjela se Yusufi, përveç ministër i ekonomisë, e ka thirrë dhe të Allahu gjela. Edhe mas ja bo ministër, ju ka folë për të Allahu të bareke ve teala. Mirë për thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu teala, egjiptianët e respektojnë kanë statusin e ministrit. Andaj që ti njëri që ka të folë, kur gjosën janë t'i bo. Qa mrejna ki? Mrejna shtetit, din që ka mi dhanë ti. Dhe ka status, ka pesh. E mirë, thot Imam Ibn Kathiri, pse ja u ka përmenë Yusufin? Se Yusufi u kanë edhe minister dhe pejgamber. Pra pi thot kënjeri këtyrë, o Firaun, o ju ministra, pi Yusufit pejgamber, a hajr a shar këna pa? Se ki qka tha Firauni? Qka tha më herët? Unë du me vra Musën. Pse? Se fesat po beki. Musa kusha? Nipi Yusufit. Pre nipave të Yusufit, nipave të Jakubit. Apo? E tani, ju a e keni pas minister Yusufin a.s. Po. A u kanë edhe pejgamber? Po. A khajr a shar keni pa piti? Gjevabi jo? Khajr. Atëherë, thot, ju e keni pas minister Yusufin këtu para 500 vjetëve. Dhe keni pa khajr piti. Dhe është e regjistruar në shtet se thatësien e Egjiptit e ka pështue Yusufi a.s. Dhe ju ka ardhur me argumente. Fema ziltum fi shekkim mimma ja'akum bih. Ka thonë, ju keni vazhdue ndryshim. A ta ngojmë si minister, a ta ngojmë si pejgamber. Thot Imam Ibn Kathiri, e kanë respektu Yusufin si minister, nuk e kanë besu si pejgamber. E kanë besu si minister, apo, ama nuk e kanë besu si pejgamber. Dhe kjo vëzë kur ja rrotullon Allahu gjasit njëri. Apo, a i karrike si minister, po, në trina si minister. Po pejgamber, e thonë Allahu, u amazi, ju kini vazhdu me dishu, a o pejgamber, a nuk a pejgamber. Hatta idha helek, deri sa kur ndroj jetë, kultum, lenje ba'ath Allahu min ba'dihi rasula. Allahu kur ma nuk qënë pejgamber. Shka ma pejgamber me arë. Thëtë Allahu gjillu ala, kedhalike ju dhillu Allahu men hua musrifun murtab. Allahu kështu ja rrotullon, kështu e përmbyz në devijim atë njeri i cili e te pron dhe është ndyshim. Pse vazhdimisht për ju thot e te pron? Se faraoni me krerët e ti janë të tepruhe. Kjo tepër është. Tepër. Allahu i ka kallxuar faraonit, ti së në zunë e Musën të vogël. Ama i s'ka pas men. Andaj dikush po çuditë se vithënë në shpesh të veçel. Ama sa ti thanume. Thot Imam Ibn Kathiri, kulmi të veçellëkit u ko faraoni. Kul, s'ka pak ma i flashkt, s'ka punu mene. Apo Allahu gjëra i ka kallxuar faraonit. O Firaun, sa fosh një i ke vra për me ik Musës? 100.000. Edhe ai 3 muj të mujti. Po t'ja kujton që 40 vetë ki me mujta. Ai kur i pa 3 muj në ta pështonon të dera, me durët e tua rujte. Që ata shka ki rujt me durët e tua 3 muj, ai pa 3 muj ai korar. Apo e Allah qka pi thot? O Firaun, 3 muj së në mujte Musën. T'ja kujton që është mas i ka po për nga marki me mujta. Së në mund të ata. Ama su ka dal me menua, nuk o ka dal me mendu. Thot Allahu te bareke u taala vazhdim. Thot, ju ka thonë ki njeriu, alladhina yujadiluna fi ayati Allah bighayri sultanin atahum. Ka thonë ata të cilët polemizojnë në ajetet e Allahut. Thonë s'kan kështu, nuk ka ashtu, nuk janë argumentet e Zotit to, nuk janë faktet e Zotit to, s'ka prova për këta. Thot Allahu xhelel xhelalu, ata shka diskutojnë në ajetet e Allahut bighayri sultan, pa fakte, pa argumente. Thot, pa argumente që ju kanë arë prej Zotit Gjellë Gjellalu, kebura maqten inda Allah. Ka thonë ta dini, që ka dhe ati kërsnu tash, të arthorazi, duke agrëmu. Ka thonë ta dini, se që këtë punë shka i një të bo, shumat e idhnu Allahin, që t'ju kalzoj e qka? Qa për ju kalzoj në dhe zërë? Që ko besimtari i meqëm. Ka thonë që këtë punë shka i një të bo ju, atë idhnu Allahin shumë. A mirë dhe zërë, faraoni tash, këtu për çka bje thot ki? Allahi, Zoti. Mirë, parashtrot pyetja, faraonja një Allahina? Po. Në ka kalëzu neve Allah në Kur'an.
Wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Faraoni e ka ditë se Allah e hak, dhe e ka ditë se Zoti i Madh xhelle xhelalu, ama pi zullumit e ka mohu, pi inadit e ka mohu. Ai ka ditë pi mrejna se ka Zot xhelle xhelalu. Kur kena me morr vesh? Kur t'ja u çoj Allah do azape. Kur t'ja u çoj Allah do azape. I ndeshkon Allah me bretkoca. I ndeshkon Allah me morra. Ju shlon Allah i morra së në rrin rahat. Apo I aqën Allah do bretkoca si lanë rahat në shpi. Do ta shojmë. Sa ta qele sahanin, bretkoca del. Sa ta qele këtë derën, i del bretkoca. E dhiri Musa, o Musa, letë për Allah. Shkojnë të Nili me pi uj, këtë gjak i musht. E kanë me thirë tash, e di Faraoni kanë me thirë. E din ato kur ka tërmet, thojnë në i dua, pojnë në i dua, që me bojë. Po jo me hajtë të drejtone, jo me liqit e juve tash. Kur ka vërshime, që ka thojnë, Zoti madh, inshallah në runë. E ku me Zoti madh tash, deri tash, ku i kini, Zotin e madh. Andaj ishen kriza, se si e zbërthejnë, kibrin për mrejna. E tani, qka thot Allahu xhelle xhelalu? Ky ju ka thonë, qka po doni ju me bo me Musën? Qa po doni me bo? Me vra, apo? Se kitë muhabetet të ndale vrasin e Musës, apo? Në regull. Pse po doni me vra Musën? Në surën Shuara, në ka tregu Allahu xhelala pse e ka shprej hidhrimin Musa, pse ka shprej dëshirën me vra Musajnë a.s. Qar ka thanë? Inne haula ila shirzimetun qalilun. Këto janë pakve? Të kur kush nuk janë? Apo? Wa innehum. E ata, neve, lena, la ka i dhun. La ka nërvozu shumë. Firauni që thot? Unë du me vra Musën, se kim ka nërvozu muhe. E ki besimtari mrejna familjes, që ju ka thanë? Ka thanë dëgjoni. Nëse nervoza jote, ati njeri i ka bo me vra Musën, po do me vra Musën, apo? Pse e ki shtetin Egjiptin? Ka thanë, kebura maqten inda Allah. E kitë që ju që ka jeti të bashkë këtë pun, atë i dhnu Allahin. A ku t'i dhnohet Allahin, ti mo harroje që pështon t'i ka. Se këshire, hidhnimin tanë kena me abodi qishë, une jam sebepi që hidhnimin tanë kena me hek. Ama, me bo me të hidhnu Allahin, kush të pështonë mo? E kanë pytë Sufjan ibn Ujejnën, rahimahullahu ta'ala. Qka ka njeri në dunja që s'duron? Ka thonë keti duron. Keti duron. Vish një sensën e duron. Idhnimin Allahin. Andaj lutë në Allahin, Allah mos mu idhnu me juve. Allah mos e idhnu kol me neve, ja Rabbel Alamin. S'durohet ajo dhe zë. Njerëz dhe ki pa, dikush me ju idhnu i thot, mjen keq. Apo? Prindi më të idhnu, dosti më të idhnu, siklet shka këton. Po mu idhnu Zoti i Madh xhelle xhelalu. Andaj shikosh ai ka thonë ki. Ka thonë po ju kallzoj, se kiç kjo shkënjë të bë, e idhnon Allahu xhelle xhelalu. Pastaj ka thonë wa inda alladhina amanu, dhe kjo e rrit idhrimin të besimtarët. Kjo e rrit idhrimin të besimtarët. Kedhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Ka thonë kështu Allahu e vulos zemrën e çdo menemadhi dhe jabbar. Çka është jabbar? Vrasës. Jabbar është ai i cili vret pa hak. Dhe Allahu te bareke ve teala. Wa qala Fir'aun. A çka i thash më herët? Ku të fole Fir'auni? Shkreton. Kyre tash çka shkreton? Kyre ç'është afol. Një herë çka tha? Lemni ta vras Musën. Ke i madhi po thot lemni ta vras Musën. Mësani çka tha? Musa fesadxhi. Kot te kot muhabet. Pastaj çka tha? Fir'auni tha veç me 1000 ema. Kyre tash çka shkreton? Se ky çka i tha? Besimtari për familjes Musait, për familjes Firaunit, besimtarët e Musait, tha, Allahu i ka idhnu me juve. Qështu që të vazhdojnë, Allahu ka me idhnu me juve. E tash ki, që ka thot? Wa kale Firaun. Mone men, gjithmonë, kur thot, kale Firaun, prite shka ka me shkretue. Ka thonë Firauni, ja Hamanu, ibni li sarhan lealli eblugu al-esbab. أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Do jone që ka thëtë Allahu xhelle xhelalu. Dhe tha Faraoni, ajeti 37 dhe 36. Tha Faraoni, o Haman, Hamani, kryeministri i vendit. Ky i madhi, ai kryeministri i vendit. O Haman, ka thënë, ndërto ma mua një ndërtesë të naltë. Ndërto ma mua një ndërtesë të naltë. Sepse
ka qenë e njohur ndërtimi piramidave. Do ka menuar sepse i ndërton të piramidat në alta, ka thënë ndërtoma ti mu o Haman, ne a keni pa thot, na e kena njëri, ke sos me punën. Ti thotë është jashtë njerëzore ka, le thot ki mundet. Çka mundet ky? Ka thënë o Haman, ndërtoma një ngrehin të lartë, një pallat mal. Ku do më mrije? Do më mri me thikrin. E çdo vëzë kur njerëzit harrojnë edhe mendojnë se e prekin qillën e pastaj e prekin xhenemin. Thotë Allahu te bareke ve teala. Ndërtoma ti mu ka thoni pallat madh, ndoshta une shpresoj ngjit në shkallë nalt. Të mri ta qeli qillën, jo veç qillën, qiejt. Ku do më shkuë? Ku do më shku këtë krimal? Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, fe attalja ila ilahi Musa. Shkoj të Allah i Musait. E tash mërin kulmi të keqës. E këtë mërin jo dhe zërë kulmi të keqës, atëre e meritojnë azapin e Zotit Gjelle Gjelalu. Ka thanë, fe attalja ila ilahi Musa. Unë du me shku t'ja sha, ilahin, ka ne ka Zot ki Musa. Ka thanë se mu kejta t'u mudu kësa të rrejt. Kejta t'u mudu kësa të rrejt. Pra ka dasht i binde ata parin e vetë, se unë shumë i fort, apo edhe të shkoj nalt. Thëtë Allahu te bareke ve teala, unë e mendoj kanë Musajnë rënacak. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, qështu ju pa të zbukuru e keqja Firaunit. Ka mendu sa du bo miraj, a mi ka zbukuru e keqja ka duk e mirë. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, dhe ishte penguar nga rruga e drejt, mirë po kurthi dhe komploti i Firaunit shkoj krejt në ujë, në huq, kot. A më rinjë qila dhe zë? A më rinjë qila? A më mërin dikush të Zotë i madhë? Gjelle Gjelalu? A më mërin? Musa a.s. që ka fol me Allahun subhanahu wa ta'ala, kur i ka thanë Musa, erini janë luri lejk, lem të të shohë, Zotë ka thanë s'munësh. Musa i dashmi Zotit, se ne ka pa Zotin e madhë Gjelle Gjelalu, shaki faraon e ki kërje madhë i madhë? Nësën e shakur. Thëtë Allahu te bareke ve teala, andaj dhe zër, thot Ibn Qayyim el-Juzeyy, pi azabit të madh xhehenem live, përveç zjarmit dhe ujit vap, a dini cilë jo? Nuk e din kush pi dënon. A ka ma keq? I merë Allahu gjë, i fut banor të xhehenemin xhenem. Kur Allah i se shojnë, kur Zotin se shojnë, për gjithmonë xhehenem rrim. Dhe nuk e din kush ati dënue. Pra, kush na futi qëtu? Mukarranin e fil asfad, dhe Allahu, ja u lidh në dur, ja u mshel në sit, dhe i fut në zjarë. Se kjo arrogancë dhe më pagujtë dhe zë. Kjo arrogancë, kjo tirani, kjo zullum dhe më pagujtë. Ka më pagujtë në akhirat me lejnë dhe izën Allahu të bareke ve teala. Thëtë Allahu Gjelle Gjelalu, wa qale ledhi amana ja qaumi. Pastaj ka fol ai cili ka besuar, ka thënë o populli jem, ittabi'uni. Shiko, nuk i ka thënë kur gjo Firaunit. A dini pse o dhe zë? Tha që i khulli Islam dhe i mje, se ky muhabet nuk çish me kundërshtuar. Tash, qka i bje ki e kundërshton ki besimtari? Mirë po, qështë e kundërshton? Nuk i drejtohet Firaunit. Pra nuk i thot, o Firaun, a i me men, po të sun hip në qilë. Të sun hip në qilë me pa Allahu Gjelle Gjelalu. Nuk i thot, sepse është muhabet që nuk i ban demand. Ka do gjëna, nuk ban be demand. Njani me thonë përshimë, unë e fluturoj. Njani thot, ba njani demand, të gjo, që mi ban be demand. Ki po thotë në fluturoj. A ki argumentet që ki së fluturoj? O, në të fluturoj një herë mësani e volë në na. Në të fluturoj, e mësani ta këshirë me. Apo, e tash ki, hiq nuk u morë me ketë. Nuk i tha, o faran, hajtë kalzom ti mu, qish ki me mërim qilë. Hajtë kalzom. Unë jam mrena shtetë, unë e di që të sënë e bankë të akur. Por nuk u morë me këtë pjesë. Shka i tha? Va kale ledhi amen. A i cili kishtë besuar, qka tha? Ja qaumi, ittabi'uni. O, kërërat e shtetë. Asni mas muhe. E janë i pas meje. Mos shkoni mas këtina. Kam ju shkathrua, kam ju quë në helak, kam ju quë më në dënimin Allahu Gjela. Esni pas meje. Shiko dhe zër, ki ka qenë zani i Musait në shtet Musait, në shtet Faraonit. Zani i Musait, pra Rasulur Rasul, i dërguarit të dërguarit, mrena shtetit u vol, me kanë, me udhëzimet e Musait a.s. Andaj kur Allahu don me jabohe veshit Faraonit, me një fjallin e Musait, edhe sa e jashtë, ja, e fut dikën besimtar mrena dhe ja fut një ejda. Që ka thënë, o populli jem, ittabi'uni, e janë i pasmeje. Ehdikum sebila rrashad. Unë i udhëzoj, ka thënë, rrugën e drejtë. Jo Firauni. Pasaj që ka thënë, ja qaumi,
Innama hadhihi al-hayatu ad-dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Pastaj ajo ka përfunduar këtë muhabet. Çish ka thënë? Ka thënë realitet. Kjo dunjaja, çka jetojnë ana. Ja. Çka i bie realitet? O Firaun, baba jota ka dek. Babgjyshi jot ka vdek. Këtyre krerëve, a keni baballar ju? Po, a ju kanë dek? Po. Po ka thonë kjo dunja çish bie? Ka thonë meta. Pin fillim të dunjajës deri në fund dunjajës. Ka thonë Ibn Qayyim el-Jauziyja. Pse ka kriju Zoti dunjajën? Deri në fund dunjajës. Ka thonë është veç një frimmarrje e ahiretit. Një herë frim që ka marrë ahireti janë këtë dunjaja. Këtë dunjaja me mia vite. Po këtë asjo që ka thonë, o ju njerëz, ju sa dush mi dhonë zor, ju një të vdekshëm, ju një qenje që vdisni, mos u shtini me Zotin e madh Gjelle Gjelalu. Shiko dhe zër, këshille pas këshille, ndoshta mos po pështojnë. Mirë po, prapë se prapë ata e kanë thikë kryen bashkë me Firaunit. Thëtë Allahu te bareke ve teala, krejt dunjaja dhe jeta e kësaj dunjaje është veç një knatësi. Mane me të ndëruar Gjallili. Shiko, besimtari i familjes Firaunit ka thënë, këtë dunjaja veç një shëtitje. Me ta veç kur i bje, apo veç kalon. Na këtë dunjaja veç në tu ka përcije. Kush fiton dhe zër, fiton ai i cili tu ka përci e merr imanin dunja dhe shkon në ahiret. Ç'ki pështon. Ai i cili thot, kana mirë valla këtu. Ruje për ti. Ai që thot, shuj se u kënaqëm, s'ka kënaqësi jo dhe zër. Mu paskan shuj se u kënaqëm, si bajshë 70 vet. Nuk thuni jam i 87-ës. Po kishe thonë, kishe thonë ala i kam 20 vjet. Ama fakti që ti thu, unë jam i 60-ës, i 50-ës, apo baba jam u kanë i 1800-ës. Kjo çka i bio dhe zër? Se me ta veç shëtitje. Kalo. Dhe Allahu Gjellu Ala ka thonë ki besimtari, wa innal akhirata hiya darul qarar. Ta dini se veç në akhirat ka jetë. Jeta në akhirat. Këtu s'ka jetë. Këtu jemi s'prov. Ka po. Andaj shiko, Allahu se ka lanë rahat as Firaunin këtë pallatin e vetë. Ja ka që Musa alayhi salatu selam. Pas e ka thonë, men amile sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Ka thonë mos haroni, kushdo që ban keq, që ju jeni të bëh keq, nuk ke merr pos ndëshkimin e njëjtë për atë vepër. Patjetër e ka mu dënue. Wa men amila salihan, ai i cili punon vepra të mira, min dhekarin au untha, prej mashkullve apo femrave, wa huwa mu'min, duke qenë besimtar, fa ulaika yadkhuluna al-janna, ata do të hyjnë në xhenet. Pastaj çfarë ka thënë? Yurzakuna fiha bighayri hisab, ati do të furnizohen pa hesab. Pastaj ka vazhduar me ju fol edhe më tepër, por se kona ka mbaruar, do ta shohim në melein Allahu te bareke ve teala se si do të bëhet sebeb çiki njeri e çon Allahu sebeb nga familja e faraonit, nga krerët e nalt mbrana shtetit, e çon Allahu sebeb me shpotu Musain alayhi salatu wassalam, do të shpoton edhe ky, mirë po arroganca e faraonit nuk nalet çto. Do të merr vendim. Çfarë? Do të merr vendim që mi ndjek komplet bijtë e Israilit dhe pastaj Allahu i shpall bijve të Israilit nëpërmjet Musait alayhi salatu wasalam që të ikin pi Firaunit me shkuë drejt Palestinës. Dhe pastaj do të shohim se si do të takohen në deti ku Allahu e shpëton Musain me bijtë e Israilit dhe e shkatron Firaunin. Këtu deri këtu kemi ngjarjen e besimtarit i cili ka qenë brenda shtetit të Faraonit. Elusim Zotin e Madh në këtë ditë Ramazani, ditë agjërimi, Allahu t'i pranon veprat tona, Allahu t'i pranon punët e mira tona, Allahu t'i shlin gjunaat e tona, Allahu t'i shlin mëkatet e tona. Elusim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Allah na mundson që ta lexojmë Kur'anin, që ta mësojmë Kur'anin, që të udhëzohemi me Kur'an, me të udhëzohemi me sunetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh Gjelle Gjelalu që Zoti on te bareke ve teala, kudo që kemi qelluar, Allahu tash po blen, ajo ka qenë prej Allahut, kudo që kemi gabuar, ajo ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu na fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.